Kryeministri Edi Rama, një herë është kryetari i Partisë Socialiste, në takimin e fitores me të gjithë kandidatët fitues dhe jo fitues të 11 majit, falenderoi gjithsecilin për kontributin e dhënë. Ai tha se fitoria e 11 majit nuk i duhet për të mundur kundërshtarin, por për të ndryshuar përgjithësisht Shqipërinë. Të dashur shok, shoqe, koleg, antar të hershëm dhe antar të rinj të këtij grupi. Urime dhe falenderime njëkohësisht. Urime të gjithë bashk për fitoren e arritur bashkarisht dhe faleminderit gjithkujt ndër ju për vlerën e shtuar që solli secili dhe secila këtu në këtë arritje historike për Partinë Socialiste. Partia s'është qëllim, po mjet për të luftuar për qëllimet. As fitoria në zgjedhje nuk është qëllim vetvete, por për të arritur qëllimet duhet të fitosh zgjedhjet. Fitoret nuk na duhen për të mundur të tjerët, ky nuk është sport, edhe pse ngjan shumë me sportin. Fitoret na duhen për të përmbushur misionin historik që kemi. Për të ndryshuar përgjithënjë Shqipërinë, duke zhvilluar ekonominë, garantuar drejtësinë, përmirësuar arsimin dhe shëndetësinë, forcuar sigurinë, rritur reputacionin ndërkombëtar, ta dheuton dhe bërë histori me antarësimin e vendit ton në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade.